Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrin, përshëndetje të dashur miq. Ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin për të ndarë bashkarisht rrëfimin e radhës. Sot do të ndaloj tek ju me letrën e një nënës, me letrën e një gruas e cila tregon tmerrin që ka kaluar dhe vazhdon aktualisht ta kalon në jetën e saj. Ajo është e martuar në Shqipëri, është nga Kosova. Por, martesa e saj nuk po shkon ashtu siç ka qenë në fillim. Burri i saj është një biznesmen, por jeta e tij e luksit e ka bërë atë që të heqë dorë krejtësisht nga bashkëshortja e tij dhe të merr rrugtime të tjera në jetë. Ndiqni këtë letër sepse është shumë letër e dhimbshme. Përshëndetje Tiranë. Unë që po të shkruaj këtë letër, dikur i thoja vetes jam një zonjë, po sot i them vetes jam një grua e dëshpëruar. Kam lindur në qytetin e Prishtinës në një familje tepër të nderuar. Tek një baba profesor i cili gjithë jetën na mësoi se shkolla, edukata dhe familja është gjëja më e shtrenjtë në jetë. Te ne në familje nuk ishte në pyetje paraja, por ishte shkolla, edukata dhe familja. Ditët tona ishin ditë të bukura. Ishim 3 fëmijë. Jetonim me të gjitha të mirat e botës. Mësonim, studionim dhe vazhduam studimet dhe u bëm akademik. Vllau im mbaroi për juridikun, ndërsa unë mbarova shkenca natyrore. Gjatë studimeve, njoha një djalë i cili ishte 2 vite më i madh se unë. Ishte një djalë nga Shqipëria. Po ashtu dhe djali në fjalë, sot bashkëshorti im, vinte nga një familje fantastike. Vinte nga një familje edukuar, nga një familje, do ta them, mbreslënëse. Babai i burrit tim profesor, nëna mësuese. Por kishin edhe goxha pasuri që sot i konsiderojnë bashkë me të vllanë në Shqipëri, që po t'ja përmend emrin, menjëherë e kuptojnë se kush është. Fillimet tona të martesës kanë qenë shumë të lumtura. Kishim mirëkuptim, kishim respekt, Vjera më respektonte shumë edhe sot e kësaj dite nuk mund të qahem nga vjera ime, më ka si vajzën e saj, vjeri im nuk mund të flas, po bëj 15 vite nuse në këtë shtëpi, 2 fjalë keq nuk mi ka thënë e 2 fjalë keq nuk ja kam thënë. Por problemi qëndron tek bashkëshorti. 10 vitet e para ishim shumë mirë, ishim të lumtur, ishim të gëzuar, kënaqnim shpirtin me njëri tjetrin, shëtisnim, punonim, lekët mos as bëheshin, ishte i përkushtuar tek fëmijët, pothuajse në çdo dijavë më çonte në Prishtinë, vetëm që unë të mos të mërzitem për familjen, por gjithçka ndodhi pas 10 vite martesë. Ai filloi që të ndryshon shumë si njeri. Nuk ishte më i rregullt, nuk vinte në shtëpi siç duhet, nuk i interesonte më për fëmijët, ishte shumë i ashpër, shumë i ftohtë me fëmijët, kishte një sjellje të tmerrshme që në të vërtetë mua ajo sjellje më trëmte. Shpesh i thoja se çfarë po ndodh, cili është qëllimi i tij. Nëse është qëllimi të na shkatron, le të na shkatron. Ishte shumë brutal. Dhe vjeri dhe vjera ime u shqetësuan pafund. Çfarë ndodhi me të birin që ndryshoi kaq shumë? Por, unë mundohesha që ta ngushëlloja veten, mundohesha ta pyes veten mos ndoshta unë jam fajtorja, mos ndoshta unë e bëj të gjithën këtë gjë. Por nuk ishte kjo, sepse unë isha shumë e rregullt në martesën time. Për të ngrënë po, për të kujdesur për fëmijët po, për të kujdesur për shtëpinë po, për t'ia ruajtur pasurinë po. Kam qenë një grua e mrekullueshme dhe vazhdoj të jem një grua e mrekullueshme dhe kjo më dhëm shumë. Gjithsesi, unë fillova që ta ndjek. Kontrolloja telefonin, s'kishte gjë. Kontrolloj Facebookun, s'kishte gjë. Kontrolloj Instagramin, s'kishte gjë.
Por një ditë prej ditësh, një shoqja ime në Tiranë ma tregoi se vajza në fjalë, e cila kishte një shitore për lule, ishte e dashura e bashkëshortit tim, dhe bashkëshorti im, shitoren e parë të cilën e kishte patur ajo me qira, e kishte nxjerrë nga aty dhe i kishte dhuruar një nga shitoret të pasurisë tonë. Unë nuk e besova, por unë pasurinë e dija pak e shumë. Gjithsesi unë vendosa që këtë gjë mos e flas me burrin tim, por ta flas me Vjerin. Shkova tek Vjeri, ja qava si hall, i thash se çfarë është problemi mes meje dhe tim shoqit, dhe i thash që të lutem, hajde me mua, të shkojmë deri në një vend, ta kuptojmë nëse është prona jon apo jo. Vjeri u acarua dhe ra dakord. Hypëm në makinë, shkojmë tek lokacioni që na kishte dhënë gruaja në fjalë, ishte e vërtet, aty kishte një shitore me lule dhe punonte një vajzë bjonde shumë e bukur me sy të gjelbërt. Dhe Vjeri im, sapo e pa, e njohu, e konfirmoi që është shitori ati dhe u mërzit shumë. Dhe unë nuk ja thash, vendosi ai që të fliste me të birin. Pas asaj nate, buri im nuk erdhi fare në shtëpi. Edhe të nesërmen erdhi brenda ditës, i revoltuar dhe i acaruar, duke më kërcënuar që unë të bëja çfarë të doja. Ai nuk më do më mua, ai është i dashuruar në femër tjetër, ai është i dashuruar në grua tjetër. Dhe këtë gjë nuk e ka fare problem për të ma thënë edhe në fytyrë. Mua me thënë të drejtën, zemra më dhëmb edhe tani. Fëmijët nuk din asnjë gjë. Jetoj me një burr në shtëpi që nuk më do fare. Presion bën të jashtëzakonshëm, të merr të jashtëzakonshëm. Sillet në një mënyrë që vetëm ai e di atë sjellje. Dhe mua më digjet shpirti. Unë me thënë të drejtën jam në një siklet të madh. Ti tregoj familjes, babain tashmë e kam të sëmur, e kam të paralizuar. Ai e di shumë bukur që më ka dhënë një familje të mirë në Shqipëri dhe ai mendon që unë jam shumë e lumtur. Por unë në thelb jam e thyer dhe po shkatërrohem. Unë dua të marr mendimin tuaj. Çfarë të bëj? Ta lë burrin dhe gjithçka të marr fëmijët dhe të iki, apo thjesht të shohun fëmijët e mi dhe një ditë ai person që sot po ma thën shpirtin do të pendohet e do të kthehet. Dua të marr mendimin tuaj, thot. Për mendimin tim, unë do t'jap mendimin tim e dashur, është mirë të flasësh me burrin tënd dhe t'ja tregosh që më e shenjtë është familja se sa dashnorja, ose me qetësi të ulesh me dashnoren e burrit, ta sqaroni si muhabet dhe mos të keni më probleme të tilla dhe ajo të largohet prej jush.